Horoskopi ditor, 13 shkurt. Energjit, vendimet dhe lëvizjet për çdo shenjë. 13 shkurti sjell një energji që nuk bën zhurmë, por lëgjurmë. Është një ditë ku zgjedhjet e vogla kanë ndikim më të madh nga sa duket në pamje të parë. Disa shenja do ndjejnë qartësi të papritur, të tjera do përballen me një reflektim të brendshëm që nuk mund të shmanget. Kjo nuk është një ditë dramatike, por është vendimtare. Universi dërgon sinjale të qarta për ata që janë gati t'i dëgjojnë. Pyetja është, a je gati të kuptosh mesazhin që po të jepet? Dashi. Një ndjesë i urgjencës shfaqet gjatë kësaj dite dhe kërkon maturi para veprimit. Në fushën profesionale, një situatë kërkon përgjigje të qartë, por jo reagim impulsiv. Bashkëpunimet funksionojnë më mirë kur lihen më një krenaria dhe dëshira për dominim. Në marrëdhënie, komunikimi i drejtpërdrejtë shmang tensione të panevojshme. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sfidon mënyrën e zakonshme të menduarit. Financiarisht, dita nuk favorizon rrezik, por planifikim të kujdesshëm. Emocionalisht, kjo energji të mëson rëndësinë e vetkontrollit. Kur ndalon për të reflektuar, zgjedhjet bëhen më të forta dhe më të qëndrueshme. 13 shkurti kërkon veprim të menduar dhe jo nxitim, sepse çdo hap i sotëm ndikon drejt për drejt drejtimin e afërt. Demi. Stabiliteti bëhet prioritet dhe kërkon përqendrim në çështje praktike. Në punë, një detaj i vogël mund të bëjë diferencë të madhe në rezultatet e ditës. Marrëdhëniet zhvillohen ngadalë, por me siguri, duke forcuar besimin reciprok. Beqarët tregohen më selektiv dhe nuk kënaqen me premtime sipërfaqësore. Financiarisht, kjo ditë favorizon ruajtjen dhe organizimin e burimeve ekzistuese. Emocionalisht, kërkohet qetësi dhe shmangje e reagimeve të forta. Energjia e 13 shkurtit mbështet vendime të menduara dhe stabilitet afatgjallë. Kur qëndron besnik ndaj vlerave personale, dita sjell ndjesi sigurie dhe qartësi në drejtim. Është moment për ndërtim të ngadalë dhe jo për lëvizje të pamatura. Binjakët. Komunikimi merr rol vendimtar dhe ndikon drejt për drejt në rezultatet e ditës. Një informacion i ri ose bisedë e rëndësishme ndihmon në sqarimin e një situate të paqartë. Në punë, fleksibiliteti dhe mendja e hapur sjellin përfitim konkret. Marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet dhe shmangje të keqkuptimeve të vogla. Beqarët mund të përfshihen në një njohje interesante përmes dialogut. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të vendimeve të nxituara. Emocionalisht, qartësia mendore sjell lehtësim dhe fokus. Energjia e 13 shkurtit ndihmon të kuptosh se fjala e duhur në momentin e duhur bën ndryshimin. Kur mendimi dhe veprimi përputhen, rruga bëhet më e qartë dhe më e sigurt. Gaforja. Ndjeshmëria rritet dhe kërkon menaxhim të kujdesshëm emocional. Në punë, një situatë kërkon vendosmëri dhe qartësi për të shmangur pasigurinë. Marrëdhëniet përmirësohen kur ndjenjat shprehen hapur dhe pa frikë. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ofron ngrohtësi dhe siguri. Financiarisht, dita nuk favorizon rrezik, por ruajtje të stabilitetit. Emocionalisht, kjo energji të mëson rëndësinë e kufive të shëndetshëm. Kur vendos veten në prioritet pa ndjer faj, balanca fillon të rikthehet. 13 shkurti sjell qetësi të brendshme dhe ndjesinë se drejtimi po bëhet më i qartë dhe më i sigurt për hapat e ardhshëm. Luani. Vetbesimi vihet në provë përmes një situate që kërkon organizim dhe jo reagim emocional. Në punë, një përgjegjësi shtesë kërkon përqendrim dhe shmangje të dramatizimit të panevojshëm. Marrëdhëniet përmirësohen kur lë vend për dëgjim dhe jo vetëm për shprehje. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që nuk impresionohet lehtë, por kërkon autenticitet. Financiarisht, dita kërkon kontroll mbi shpenzimet dhe planifikim të qartë. Emocionalisht, kjo energji të mëson se vlera personale nuk varet nga miratimi i të tjerëve. 13 shkurti favorizon maturinë dhe vetdijen.
Kur vepron me qetësi dhe jo me krenari, ndikimi bëhet më i fortë dhe më i qëndrueshëm në çdo situatë që përballesh gjatë ditës. Virgjëresha. Detajet kërkojnë vëmendje dhe përqendrim të plotë. Në punë, organizimi i saktë ndihmon në shmangjen e gabimeve që mund të kushtojnë më vonë. Marrëdhëniet përmirësohen kur komunikimi bëhet i drejtpërdrejtë dhe pa analiza të tepruara. Beqarët ndihen të hapur ndaj një njohjeje që sjell perspektivë të re. Financiarisht, dita është e përshtatshme për rregullim dhe planifikim të kujdesshëm. Emocionalisht, është e rëndësishme të mos kërkosh perfeksion në çdo situatë. Energjia e 13 shkurtit favorizon fleksibilitetin dhe qartësinë. Kur lëshon kontrollin e panevojshëm, dita rrjedh më lehtë dhe me më pak stres të brendshëm, duke sjellë ndjesi balancë dhe siguri. Peshorja. Balanca mes mendjes dhe zemrës bëhet thelbësore gjatë kësaj dite. Në punë, një vendim kërkon objektivitet dhe drejtësi për të shmangur keqkuptimet. Marrëdhëniet përmirësohen përmes dialogut të hapur dhe gatishmërisë për kompromis. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sjell harmoni dhe qetësi. Financiarisht, shmang vendimet impulsive dhe fokusohu te stabiliteti. Emocionalisht, kjo energji ndihmon në rivendosjen e paqes së brendshme. 13 shkurti favorizon zgjedhje të menduara dhe vendosjen e ekuilibrit në çdo fushë. Kur ruan balancën, situatat bëhen më të qarta dhe më të menaxhueshme. Akrepi. Intensiteti emocional kërkon vetdije dhe kontroll të plotë. Në punë, një situatë e fshehur mund të dalë në pa dhe kërkon reagim të matur. Marrëdhëniet thellohen kur ndershmëria vendoset mbi dyshimet. Beqarët përballen me ndjenja të forta që kërkojnë reflektim serioz. Financiarisht, dita kërkon planifikim dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Emocionalisht, kjo fazë të mëson të lëshosh ngarkesat e vjetra dhe të mos mbash peshë të panevojshme. Energjia e 13 shkurtit sjell transformim të brendshëm dhe qartësi mendore. Kur përballesh me realitetin pa frikë, rruga përpara bëhet më e sigurt dhe më e qëndrueshme. Shigjetari. Një ndalesë e vogël gjatë kësaj dite të ndihmon të rishikosh drejtimin që po ndjek. Në punë, një ide ka potencial, por kërkon strukturë më konkrete për të funksionuar siç duhet. Marrëdhëniet përmirësohen kur sinqeriteti vendoset mbi shmangjen e diskutimeve të vështira. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sfidon bindjet e zakonshme. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Emocionalisht, kjo energji sjell reflektim mbi zgjedhjet e bëra deri tani. 13 shkurti të mëson se liria e vërtet nuk vjen nga nxitimi, por nga qartësia e qëllimit. Kur rregullon drejtimin me vetdije, rruga bëhet më e sigurt dhe më e qëndrueshme. Britsjapi. Përgjegjësitë dalin në plan të parë dhe kërkojnë disiplinë të plotë. Në punë, një përpjekje e vazhdueshme fillon të jap rezultat, por kërkon vazhdimsi dhe jo shpërqendrim. Marrëdhëniet përmirësohen kur stabiliteti dhe durimi vendosen mbi tensionin e momentit. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ofron seriozitet dhe siguri reale. Financiarisht, dita favorizon organizimin dhe planifikimin afatgjatë. Emocionalisht, kjo fazë sjell ndjesi kontrolli dhe strukturë. 13 shkurti mbështet zgjedhje të menduara dhe ndërtim të bazave të forta. Kur vepron me durim dhe përkushtim, gjithçka fillon të marrë drejtim më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Ujori. Një situatë e papritur kërkon fleksibilitet dhe mendje të hapur. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultat më të mirë se sa veprimi i pavarur. Marrëdhëniet përmirësohen kur komunikimi bëhet i drejtpërdrejtë dhe pa distancë emocionale. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sjell perspektivë të re dhe energji ndryshe. Financiarisht, dita kërkon planifikim dhe shmangje të vendimeve impulsive. Emocionalisht, kjo energji të mëson të balancosh lirinë personale me përgjegjësinë. 13 shkurti favorizon ide të reja, por vetëm nëse shoqërohen me veprim praktik.
kur mendimi i lirë kombinohet me organizim, hapen mundësi më të qëndrueshme për të ardhmen. Peshqit. Intuita është udhërrëfyesi kryesor gjatë kësaj dite dhe kërkon vëmendje të plotë. Në punë, një përpjekje e mëparshme fillon të japë shenja pozitive dhe kërkon vazhdimsi të qetë. Marrëdhëniet thellohen kur ndershmëria emocionale vendoset mbi frikën e refuzimit. Beqarët ndihen të tërhequr nga një lidhje që prek thellë botën e brendshme. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Emocionalisht, kjo fazë sjell qetësi kur vendosen kufi të shëndetshëm. 13 shkurti ndihmon në balancimin e ndjeshmërisë me realitetin praktik. Kur intuita përdoret me maturi, drejtimi bëhet më i qartë dhe më i sigurt. 13 shkurti sjell energji që kërkon qartësi, vetdije dhe zgjedhje të menduara. Mesazhet e kësaj dite janë të qeta, por të forta për ata që dinë t'i lexojnë. Çdo shenjë ka mundësinë të rregullojë drejtimin përmes maturisë dhe reflektimit. Shkruaj shenjën tënde në komente. Mbështete videon me pëlqim. Abonohu në Zërin e Universit për parashikime të përditshme profesionale. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë mesazh.